kampion i shkeljeve të rregullave zgjedhore gjatë fushatës 10 ditore sipas vendimeve të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtrisa është Lista Serbe. Kjo parti u xhobet 5 herë për të njëjtën lloj shkeljeje. Ditën e hapjes së fushatës, kandidati më i votuar i Listës Serbe, Igor Simići, u premtoi serbëve se do t'i kenë 10 ushtarë të Serbisë në kuvend që do t'i mbrojnë interesat e tyre. E shpërfillëse ndaj institucioneve të Kosovës u tregua edhe me përsëritjen e shkeljes së njëjtë gjatë fushatës zgjedhore, atë të vendosjes së posterëve në hapësira ku ndalohet me rregulla zgjedhore. Shuma e xhobave që ja ka shqiptuar PZAP-ja gjatë fushatës është 147.000 euro e kjo nënkupton se mbi 94% e xhobave për shkeljet e etikës së fushatës i shkuan kësaj partie. Pretendimin në përgjigje në ankesë subjekti politik Lista Serbe ka marrë masa përheqjen e materialit të përmendur, është pretendim i pabazuar pasi që subjekti politik në fjalë nuk ka dëshmuar asnjë përpjekje serioze për eliminimin e shkeljeve të konstatuara në kuptim të nenit 120 paragrafi 2 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Përveç Listës Serbe, LVV-ja është dënuar me 6.000 euro gjob pasi ministrat në detyrë Hysen Durmishi e Arbërie Nagavci përdorën zyrat e tyre për videot që i publikuan në rrjetet sociale për fushat. E për një video ku një kandidat thoshte se i ndihmon votuesit i përgatisin dokumentet për votim me post, është gjobitur Partia Liberale Egjiptiane, shkaku i ankesës së IRDK-s. 38 ankesa janë parashtruar nga data 17 deri më 30 dhjetor e për 13 sosh PZAP-ja nuk ka vendosur ende. 8 nga ato janë për thyrjen e heshtjes zgjedhore.